Në episodin e 16 të sezonit 4 të podcastit Flasim, kam të ftuar të veçantë 3 të rinj, të cilët janë pjesë e një realiteti të jashtëzakonshëm breslënës që unë kam zbuluar para pak javësh dhe që pata shumë dëshirë që ta zbuloj edhe për çdo që ndjek besnikërisht këtë podcast. Aleksandri është një vlonjat. Krishniku është një dursak dhe Verona është një vajzë nga Kosova. Dhe të tres bashku me rreth 500 veta të tjerë i përkasin një realiteti teknologjik sipërmarrës që quhet Ritek. Riteku është një oazë talentesh, vajzësh dhe djemsh shqiptarë, të cilët kanë krijuar praktikisht një ekosistem të tyrin edhe me paga si në Europë, me kushte si në Europë, me standarde dhe me marrëdhënie etike në punë si në Europë. Pra, e kanë ndërtuar në Tiranë, madje në një zonë ku as nuk ta pret mendja që mund gjesh një realitet të tillë mes lagjes në Selit, atë që është ëndra edhe realiteti i përditshëm i tyre. Po e filloj me Aleksandrin që është në zanafillën e kësaj krijese dhe pastaj më tutje do të mundohem që t'ju marrë edhe ca mendje për territorin e ri të teknologjisë në përgjithësi në vendin tonë. Mirë se erdhët një herë. Si gjetëm, faleminderit për ftesën. Një shpjegim shumë i shkurtër i kompanisë tonë, që nga Zanafilla që ka qenë vitet 2016, unë faktikisht kam qenë për një periudhë 2 vjeçare në një master në Universitetin e Oxfordit në Angli. Dhe normalisht në ato vite industria e IT-s ishte në zhvillim në Shqipëri, por që shumica e kompanive tentonin përgjithsisht të punonin me tregun italian. Dhe normalisht dhe ai horizonti im paktën atë kohë vente deri aty, pra nuk ishte zgjeruar ajo fantazia për te oqeanit. Diku te fundi i masterit, edhe rastësisht, po edhe disi me kërkim, ndodhi një prezantim me ortakun tim aktual që është Johnny, është një kanadez i cili po e ndiqte këtë klasën më shumë për të zbuluar talente se sa për të përmbyllur një master, dhe diskutimet ndodhen shumë natyrshëm ku ne diskutonin për mundësinë e rekrutimit të talenteve në Shqipëri. Ai më përpara kishte punuar me grupe në Rumani, kishte parë një progres goxha të madh atje dhe shikonte se si ne mund të realizonim një gjë të tillë. Normalisht u ktheva mbrapsht dhe themeluam kompaninë në fund të 2016-s, ishte goxha i vështirë fillimi, kemi pasur një klient që në dukje teknikisht ishte bazik, sepse punonim me sajte web, por ishte një klient shumë interesant, që quhej CMG, Celebrities Management Worldwide, dhe këta kishin një trajt të veçantë se merreshin me menaxhimin e celebrities, pra për të personave shumë të njohur, por që kishin humbur jetën. Nga Marilyn Monroe, Maria Callas, Neil Armstrong, Maya Angelou, kishin personazhe shumë interesante të cilët ne digitalizonin prezencën. Normalisht familjet merrnin të ardhura nga aktiviteti që këta lloj personash kanë akoma. Në një pikë u gjendëm duke marrë me një personazh shumë interesant, sepse është shqiptar, që ishte John Belushi, i Blues Brothers, edhe ishte edhe një lloj ndjesie krenarie që ne ishim marrë me prezencën për John Belushin aty. Në vitin e dytë filluam të kishim goxha më tepër aktivitet, normalisht fillimet ishin të vështira, ne bënim çdo lloj forme marketingu,
ai ishte goxha e vështirë. Ju keni filluar me 3 vetë? 3 persona në një apartament te komuna e Parisit, dimër i ftohtë në të gjitha aspektet, dhe literalisht po edhe nga pikpamja simbolike, si thua, për biznesin, patjetër. Por ne nuk kemi një histori goxha interesante sepse nuk kemi pasur investim, pra investimin vetëm që kemi bërë në fillim është qeraja, tavolinat. Edhe i koltuku që po. Edhe i koltuku. Edhe gjithë biznesi pra ka arritur deri në 500 persona me vetë financim. Pra nuk kemi as borxh, as një investitor tuaj, jemi vetëm 2 ortak në këtë biznes. Dhe është një histori mjaft interesante, kemi pasur një rritje konstante, po diskutonin përpara një muaji që për ne janë 36 3 mujor në rritje. Pra nuk kemi pasur asnjë 3 mujor në rënje të ardhurash dhe në rritje patjetër personash. Mos duhet të bëj Kasandrën këtu, po mbase një rënje ju duhet për të dalë në një planet tjetër, no? Tani mbase të takon ty të bësh një prezantim Kreshnikut. Kreshniku është një nga personat më kryesorë që ne i quajmë shefi i stafit teknik. Kreshniku ka qenë që në fillim është bashkuar. Ka qenë po në 2017 te Komuna e Parisit apo e ka kapur Komuna e Parisit. Dhe Kreshnikun kam dashur një vit që ta rekrutoj. Një vit që i afrohesha, i dilja në kafe, pra nuk ishte e thjesht për ne, nuk e kishim këtë markë që ne të rekrutonim. Kështu unë isha involvuar personalisht. Dhe Kreshniku na besoi, ka qenë një nga personat me eksperiencë të parë që na erdhi. E çfarë merresh në atë kohë kur tu afroi Aleksandri për bashkëpunim? Unë isha në punë në një kompani zvicerane, fatikisht s'kisha shumë që kisha filluar, ishte janar 2017 që kisha filluar, dhe në maj, në fund prillit, jam taku me Aleksandrin, ku prezantoj projekt, një projekt e para të mëdha që kisha marrë. U bashkova fillimisht part-time, pasi isha në një marrëdhënie pune dhe sa kisha filluar edhe aty. Edhe ashtu pastaj vazhdoj part-time fillimisht, e pastaj në shkurt të 2018-s jam bashkuar plotësisht. Është një fakt interesant fatikisht në maj të 2017-s, para se të fillonte projekti në Rite, kam vajt në Athinë, se kishe Amazoni kishte një event edhe po kërkonin të rekrutonin për në Kanada në fakt. Edhe majme që bëra intervistë me dhe kolegët teknik, edhe nuk është se e mora, edhe them drejtën, tani që e shoh pas 8 vitesh mendoj që ka qenë fat për mua që fatikisht u bashkova me Ritekun edhe e gjithë kjo që ka ndodhur. Po, ka shumë gjëra që na ndodhin edhe në atë moment që ndodhin mendojmë që janë për keq, po pastaj del që ka qenë një vullnet tjetër i shkruar në hyje për të dalë diku tjetër. Po Verona, si u bashkua në rrugën tuaj? Verona ka qenë gati në fillimet e hapjes së zyrave tona në Kosovë, që bëm 3 vjet tani, edhe është drejton gjithë burimet e brendshme, është personi më kryesor, po, në Kosovë. Që jemi gati 150 persona, domethënë, edhe Verona patjetër ka qenë, sepse është person i kontaktit aty, është personat më të rëndësishëm për ne, duke qenë se vazhdojmë zgjerohemi duke me atë planin ton rajonal në Ballkanin Perëndimor. Nga janë frymëzuar prindrit që kanë vënë këtë emër? Kacamer më ka dhënë gjyshe, për shkak se kam lindur në Verë. Nuk ka lidhje me Veronën? Jo, nuk ka lidhje me qytetin, për të veruar Veronën. Për të veruar. Ke mbaruar në Londër, a? Po, studimet për bachelor dhe për master për menaxhim të biznesit dhe menaxhim të burimeve njerëzore. Në Londër kam një histori shumë të lezetshme, se ishin fillimet e vitit 90-ve, unë doja të shikoja botën. Pas mundësit ishin shumë kufizuara dhe shisja në një pikturë, sa për të blerë në një bilet avioni, pastaj shkoja edhe me të njohur me shok që më krijonin mundësinë për të ndetë këtu e atje. Edhe në Londër kam ndetë me disa miq nga Kosova. Edhe duke qenë aty në atë shtëpinë e tyre edhe me rrethin e tyre,
njoha shumë shqiptarët e Kosovës që jetonin në Londër atë kohë dhe më bëri një përshtypje të jashtëzakonshme, vajzë shumë bukura. Edhe një ditë duke hyrë në ato shkallët elektrike që del nga underground që isha me një shokun tim kosovar, Blerimin, edhe mund dy shkallë më lart ishte një vajzë gjatë, shumë e hishme, me flokë gjata, edhe i them këtij shoku tim, i them, shqyre, bura, pash një anglezët bukur këtu, se vetëm kosovarët janë bukur në këtë vend. Ai u kthy kështu dhe kishte një zë trash, shu i brëtha, jam në Prishtinë. Atëherë si u bë lidhja mësjush me kompaninë? Në vitin 2022 jam kontaktuar nga ana e Ritekut, edhe pas bisedës që pata me Aleksandrin, pas e kuptuar shumë për kompaninë sa janë zhvilluar gjatë këtyre viteve për standardet e profesionalizmit që i kishin dhe planet e tyre për të ardhmës. Vendosa si t'i bashkohem, ishte një mundësi e rrallë për të filluar ndërtimin e një kompanie, prej fillimit dhe ndërtimin e një kulture të një kompanisë. Edhe ka qenë një rrugë shumë e bukur. Ndërkohë punoje në... Kam punuar në një kompani tjetër të zhvillimit të software, e cila është me bazë në Amerikë, por ka pas zyrën e saj të zhvillimit në Kosovë. Edhe Kosova ka ekosistem interesant për këto startupet. Ka një ekosistem shumë të zhvilluar të fushës teknologjisë. Kemi një rrjet të mirë edhe të talenteve edhe të kompanive. Në Kosovë keni 150 punonjës. Edhe jemi, besoj, kompania më e madhe në atje në Kosovë, se numrat janë më të vegjël në paktën në talent, besoj se është dhe në përpjesëtim me popullsinë si faktor. Jemi kompania më e madhe për nga numri i zhvilluesve dhe nga ana e stafit teknik, me që gjithë kemi zhvillues pa departamentet e tjera të financave, marketingut e tjerë. Tani nga pikpamja e burimeve njerëzore, sa i vështirë ka qenë procesi për të arritur në këto numra dhe për të ruajtur cilësinë? Ka qenë sidomos në vitet e pas pandemisë, që pati edhe një lloj flucke globale dhe shumë kërkesë. Edhe ne kemi pasur dy fishim, për shembull në 2020 dhe 2021, edhe ajo të krijon, është një paradoks, të krijon një stres shumë madh, pra ti dukesh që po të ecësh shumë biznesi, po të konsumon kapital dhe të ndikon dhe te kualiteti i rekrutimeve, nëse ti rekruton 30 persona çdo muaj, për shembull, se je detyruar se përndryshe nuk i përgjigjesh dot kërkesës. Aktualisht është më stabil, domethënë pati një shfryrje fluska, siç janë këto ciklet e teknologjisë, edhe ne na pëlqen kjo situatë. Domethënë ne vazhdojmë rritemi me ritme diku te 10 persona në muaj, që shumica janë në Shqipëri për shkak të, domethënë ju jeni 120 vjet. Po, diku atë rritje kemi pasur. Pra nuk është pak. Rritja më ulët që kemi pasur, që ishte 10, ishte gati 35%, si thua, rënje pra për gjatë vitit. Edhe nga pikpamja e kërkesës, keni kërkesë të domethënëse. Kërkesa jonë është kërkesë për të ardhur për të punuar te ju. Patjetër që po. Sepse ne gjithë ideja fillestare ishte të bëheshim si një Google rajonal, pra që të kishim këtë lloj statusin që të arrin, pra gjithë biznesi jonë janë njerëzit. Nuk inventar, nuk është se ne prodhojmë pajisje, kjo gjitha është kapitali njerëzor për ne. Kështu që ai është, si më thën, ari në kuptimin e mirë. Dhe ne rekrutojmë njerëz, mundohemi të rrisim, mundohemi të kualifikojmë dhe jemi në afat gjatë. Nuk punojmë me projekte afat shkurtra. Kemi pasur një objektiv që gjithmonë të punojmë me klientë që janë më afat gjatë, sepse vetëm në atë mënyrë mund të shikonim që të arrinim në këto nivele dhe kualiteti, se nuk është vetëm te numra. Aleksandër, ti si shefi i teknologjisë aty, besoj që e ke një sy në vëzhgimin e tregut në Shqipëri. Si e shef tregun në Shqipëri në këtë fushë? Tregu në Shqipëri deri tani çfarë ka pas ka goxha talente. Domethënë ne jemi në vazhdimsi në kërkim të talenteve, njerëzve që duan teknologjinë, njerëz që punojnë në teknologji. Unë vetë të drejtën e kam si punë, por më shumë e kam dhe si hobën për që jashtëzakonisht shumë teknologjia. Kështu që tregu shqiptar ka demonstruar që ka talente. Ne tani punojmë me klient botror, siç është Corpay apo Virgin, që nuk janë klientë që çdo kush kompani dëshiron të punojë për ta, dhe
realisht janë inxhinier nga Shqipëria që po punojnë në këtë projekt, kështu që ne të them drejtën është një histori suksesi ku realisht ka talente shumë Shqipëria dhe ka pas rezultate besoj gjithmonë në fillim kanë ardhur për kosto, kanë menduar është më lirë, por realisht kanë pasur diferencë, nuk është thjesht lirë, por realisht tu ka njerëz që profesional që realisht arrin të kontribuojnë në kompani kaq të mëdha dhe them drejtën unë e ndjedhem është dhe me fat punosh edhe me talente të tilla, se edhe vetë rritesh normalisht nga njerëz që kanë dëshirë të tilla dhe vetë automatikisht ti që mundosh të mbikëqyrësh apo të drejtosh ekipi mëson shumë nga ata, kështu që po dhe nga hyrpamja e realiteteve të reja që krijohen nga të tjerë është shtuar shumë konstelacioni i startupeve, i kompanive, ndoshta jo për masat tuaja, po ka kompani goxha e shtrirë dhe është krijuar një ekosistem, se është e rëndësishme që mos të jemi ne nuk na pëlqejnë lajmet kur ka probleme një kompani tjetër këtu. Sepse duket sikur ne mund të përfitojmë prej njerëzit, por prishet ekosistemi. Është një ekuilibrium, ekuilibrium i asaj dhe është e rëndësishme. Nuk mund të mendosh që do godasim të pra të gjithë duhet të funksionojnë që të rritet ekosistemi. Po kështu në aspektin e ndërveprimit, keni ndërveprim me kompanitë e tjera këtu? Kemi më shumë në... Po ne dini ju hartën, ju i dini ç'a ndodh. Po, edhe kemi kontakte, nuk kemi... Ne të IT-s kam përshtypjen që kemi një lloj përqasje më pozitive mes drejtues. Jeni pak kështu si rock and roll, si Woodstock. Jemi pak si Woodstock, jeni çik si edhe vetmitar, por edhe kur bashkohemi me njëri tjetrin. Edhe mendoj që edhe konkurenca ka, duke qenë se shumica janë me tregun global, nuk është se po konkurrojmë në vetvete për klientët, po për talentët. Edhe kemi parë mundësira gjithmonë si të bashkëpunojmë që të rrisim këtë ekosistemin e talentëve. Dhe përgjithsisht edhe drejtuesit e këtyre lloj kompanive janë persona pozitive, që edhe ajo ndikon në bashkëpunimin edhe janë persona të kuptueshëm. Po nga hyrpamja e kontekstit, se juve patjetër jeni në një farë mënyrë ishuj që jeni pak si offshore ju, në kuptimin që funksiononi me lloj pavarësie nga territori, edhe keni marrëdhëniet me botën, po megjithatë prap funksionojnë në një kontekst gjeografik dhe institucional të përcaktuar. Kështu që po nga hyrpamja e këtij konteksti, çfarë mendoni ju se duhet bëjmë më mirë ne, domethënë, flas qeveria, flas institucionet? Duke dalë te ajo diskutimi fillestar i talentëve, i burimeve njerëzore, dalim gjithmonë vetëm edukimi është, domethënë për ne, si të përmirësojmë bashkarisht tërkohën këto aftësitë e këtyre, edukimin, universitetet, pastaj patjetër duke vajtur dhe te mesmja, te vjeçare, normalisht ai është investim afatgjat. Po është e rëndësishme dhe një nga, po të themi, problemet e vetme që kemi hasur ne me tregun amerikan, është që tregu amerikan është shumë komunikues. Nuk është problemi i Shqipërisë apo mund të jetë edhe i pjesës më të madhe të Europës në atë. Që amerikanët sinjalizojnë shumë shpejt. Dhe nuk është vetëm puna se ne në anglisht jemi shumë mirë. Po. Dhe ka qenë faktor shumë plus, duke krahasuar me shtete të tjera dhe me Indinë, domethënë me të gjitha edhe me Rumaninë, edhe me Ukrainën, sidomos kur kishte atë tregun shumë të gjerë. Dhe gjithë problematika që ne hasim tani kanë të bëjnë shumë ndonjëherë me këtë të qenit aktiv të sinjalizuar për një amerikan, nëse ai po të shkruan çfarë po ndodh, ti mund të jesh duke punuar për atë, po nëse nuk i sinjalizon që jam duke u marrë, do të përgjigjem nesër, ai thotë çfarë po ndodh me këtë. Dhe këtë kemi të vështirë, sepse ndonjëherë duket e padrejtë që kemi persona që thonë shikoj ne jemi shumë më të shpejtë se sa ekipet aty, jemi më kokulur, jemi më punëtor, po nuk komunikove. Do thënë kjo është i vetmja problematikë që ne punojmë shumë dhe po bëjmë dhe trajnime. Ka një përqasje më pozitive, kanë vënë edhe në për shkolla, edhe sidomos ta që po përmbarojnë për IT e kuptojnë që pjesa komunikim nuk është më ajo ideja e kokulurit e këtij hakerit të vetmuar, nuk funksionon në këtë lloj grupesh ajo. Duhet kjo puna që bëjmë ne është një punë që do shumë komunikim, sidomos kur punon në grup. Kështu që do thoja për t'ju përgjigjur asaj pyetjes është çdo lloj gjëje që mund të
punojmë bashkërisht për ta rritur edhe zgjeruar të pjesën e aftësive. Besoj që hyn këtu edhe ajo që folëm kur takuam për të krijuar një situatë win-win midis institucioneve edhe kompanive. Edhe në rastin konkret ju keni disa projekte që janë projekte që i shërbejnë qëllimeve të institucioneve publike në vende të tjera. Dhe besoj që kjo situata win-win mund të krijohet duke krijuar një hapësirë komunikimi shumë dinamik mes institucioneve dhe kompanive. Nga një anë për ju pasuria patjetër që baza janë burimet njerëzore, por ushqimi i këtyre burimeve vjen nga datat, nga dhënat. Edhe nëse ju keni dispozicion të dhëna, më shumë të dhëna për të në tonjza luajtur metode, për të krijuar prototipe, për të krijuar aplikacione që pastaj mund të kthehen në zhvillime me interes të madh publik, do ishte kjo më duket mua që është rruga për të pasur domethënë një tjetër lloj dinamike midis institucioneve edhe këtij sektori në krahasim me sektorët e tjerë, se sektorët e tjerë nuk është problem se janë më të avashtë, po kanë një tjetër kod. Ju flisni me kod, kanë një tjetër kod. Apo jo, si mendon se ti ke punuar edhe në sektorin publik në Kosovë? Po, me që kam pasur rast punoj edhe në sektorin publik, edhe në sektorin privat, edhe po ashtu në industrinë e teknologjisë, ku janë ndryshim shumë të madh mes mënyrës punuarit, kulturës së brendshme të punës. Po kjo që ne kemi rastin të punojmë në fushën e teknologjisë është ambienti më i mirë dhe më pozitiv i punës që mund nxjerr. Nga ato eksperienca kam pas këndvështrime ndryshme për të pa si njerëzit mund ndjen të motivuar ose si ata bashkëpunojnë me njëri tjetrin. Edhe definitivisht kjo frymë e re është ajo e cila i bën njerëzit të motivuar për te vetëm anës financiare të pagave, por edhe ndjesisë së përmbushjes, bashkëpunimit edhe asaj që po zhvillohet. Për pjesën të nesërmes, se jam shumë kurioz për këtë, sepse në një farë mënyre puna juaj ngjan pak, jo plotësisht, por ngjan pak me punën e një artisti, një krijuesi, që duhet që nuk ka asnjëherë një moment ku ti thua unë e bëra, dhe tani unë mund të ulem në mund të rri, sepse nuk rri dot aty ku je, po shkon poshtë në rast se nuk arrin dot të rikrijosh vetveten gjithkohës. Dhe në rastin tuaj është edhe më e komplikuar, sepse ju keni në fund muajit 500 gojë për të ushqyer, po themi, edhe ju duhet që të keni të ardhura, por nga ana tjetër ju duhet të jeni gjatë gjithë kohës në maj të dallgës, mos brisni poshtë. Si raportoheni ju me të ardhmen në kuptimin e planeve? Domethënë ju keni plane konkrete tuaja apo jeni gjithkohës në kërkim të partnerëve dhe prisni se çfarë do t'ju vi? Domethënë si është kjo pjesa? Domethënë si shkon ti të flesh dhe të zëri gjumi kur mendon që vitin tjetër do jem në gjendje unë që ti mbaj këta 500 veta ose 600 që do bëhen ose 1000, si është ky raporti me të ardhmen? Se kjo fushë është shumë e tmerrshme për nga pikpamja e shpejtësisë me cilën të vjetron. Domethënë çfarë është sot e re bëhet e vjetër nesër, edhe ti humbet trenin, si thua, humbet. Edhe treni ndryshon tërkohën. Edhe trendi ndryshon tërkohën. Për shembull, edhe ne kemi një përqasje për ta simplifikuar pak që çdo vit bëjmë një bilanc të gjërave, nuk është bilanci financiar apo njerëzve, por bilanci aftësive. E para është pyetja që i bëjmë vetes është a do mund ne të rrisim këto aftësitë, qoftë të brendshmet apo dhe duke rekrutuar në mesatarën e tyre, pra ne jemi si koncepti i një universiteti që do rritet mesatarja kolektive apo jo. Përgjigjja ka qenë gjithmonë po, e para. E dyta,
Gjithmonë jemi munduar duke parë dhe potencialin që kemi që si t'i kapim këto trendet që po ndodhin. Duhet të kemi parasysh që ajo që po ndodh aktualisht në teknologji tani me inteligjencën artificiale, patjetër mund të ketë një pjesë që është fryrje hype, por ka një impakt të jashtëzakonshëm që ne po e ndjejmë shumë te klientët tonë. Dhe ne përpara disa muajsh, bileze gjithë viti i kaluar ka qenë kështu, po sidomos nëntori, dhjetori, kemi pasur takime shumë intensive dhe vazhdojmë të kemi që çfarë do bëjmë ne që të zhvendosemi në këtë drejtim. Dhe vetëm deri aty sa dhe u dham edhe një kurs të gjithë këtyre 500 vetave që ne brenda muajit duhet të arrijmë të riaftësohemi që minimalisht të dimë gjërat bazike që të bëjmë. Dhe momentalisht për ta ilustruar ne jemi në një si thua rikalibrim masiv të kompanisë dhe të asaj që ne ofrojmë te klienti. Pra nuk mund ne të vazhdojmë të ofrojmë të njëjtat gjëra, shërbime që kemi ofruar përpara, sepse dhe tjetra që ne nuk duam bëjmë, nuk kemi dashur kur të jemi thjesht një ekip që është në Shqipëri dhe mbase kemi kosto më të mirë. Nuk është më kështu në shumë raste që ne kemi. Ne jemi gati në një nivel në disa raste me grupe me persona biles shumë më mirë ndonjëherë, me persona që punojnë për grupe shumë të mëdha. Dhe ky lloj kalibrimi çfarë po na lejon tani, po na lejon dhe një eksperiment në produkte. Pak a shumë dhe ato që treguam, po dhe në gjëra të tjera, sepse është hapur një derë. Dhe kjo derë është një derë që vjen ndonjëherë dhe çdo 20-30 vite në teknologji. Dhe flitet që kjo dera e inteligjencës artificiale mund të jetë dera më e madhe që është hapur, edhe në krahasim me daljen e kompjuterit, dhe në krahasim me daljen e internetit, edhe në krahasim me daljen e smartphone-ave. Kështu që gjithë diskutimi jonë është diskutim që biznesi mbase mund të funksionojë kështu, po pse ne mos të tentojmë më shumë? Pra, për ne, për ata që realisht e kanë pasion, se ne kemi pasion këtë punë, nuk është vetëm biznesi. Kjo është një lojë shumë e bukur përveç të tjerash. Dhe që jeton ke një lloj qëllimi, dhe për shembull ajo ëndra jon e përbashkët është pse mos të bëjmë diçka shumë më të madhe, ta vëmë këtë zonën ku ne jemi në hartë. Kupton, dhe i kemi mundësirat. Tash duhet edhe pak fat, por mundësirat për të kalibruar dhe për të punuar në këto nivele janë. Jo, patjetër që është bile tani me inteligjencë artificiale është edhe më shumë se sa lojë në kuptimin që të çon deri në pikën që të mendosh që mund të jesh ti Zoti që krijon një jetë nga e para që është sa të rejsa që dhe super rrezikshme. Po duke qenë se e preke pak atë pjesën e vendodhjes në Shqipëri ose patjetër që ju sot e keni më dashur domethënë me paketu kompaninë dhe me unis në një destinacion tjetër, e keni edhe kapacitetin për ta bërë, e keni edhe si thosh sigurinë që të paktën këtë punë që bëni këtu mund të vazhdoni ta bëni diku tjetër. Ke pas një tundim ose të ka lodhur në Shqipëria në sensin që ti i të shkoj diku tjetër? Në fillime, paktën kur u ktheva e kisha këtë si thua dilemë, por Jo, unë them kur fillua të bëni sukses. Jo, tani jo, sepse apo e shikon suksesin të lidhur me qenin. Po, sepse ne jemi pak a shumë jemi sikur po punojmë në një vend jashtë. Pra gjithë ne po punojmë në ato nivele që tani pse duhet të zhvendosemi ne larg familjes, larg të afërm, larg shoqërisë, larg kulturës jemi rritur për të vajtur të punuar në një lokacion tjetër që pak a shumë është e njëjta. Po për ty si është kjo lidhja direkte e punës edhe me Shqipërinë? Është një lidhje shumë e mirë, ne nga fillimi kemi pasur një bashkëpunim fantastik. Kjo vlen edhe për gjitha ekipet tona, pasi që nuk kemi ndonjë ekip të dedikuar të veçantë vetëm për zyrën tonë Tiranë, se vetëm për zyrën tonë Prishtinë. Bëni të njëjtën punë. Bëjmë të njëjtën punë, si ekipi i burimeve njerëzore, ashtu të gjitha ekipet e inxhinierëve dhe zhvilluesve, bashkëpunojnë ndërkohën. Mundohemi që të kemi organizime që të vizitojnë qoftë zyrën Tiranës edhe anëtarët e stafit nga Tirana në zyrën Prishtinë, po deri më tani kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë dhe kanë krijuar lidhje shumë të mira mes vete. Po për ata që janë në këtë fushë, edhe po themi që
janë jashtë. Si është Shqipëria sot, nëse do të mendonin që të ktheheshin, si është Shqipëria? Flas tani për ushtrimin e këtij pasioni, domethënë e plotson Shqipëria, i plotson kushtet sot Shqipëria që dikush që është jashtë thotë jo më po shkoj të ri atje edhe për këto arsye, janë pra familjes, janë tjetër klim, tjetër atmosferë, kafja është më e mirë se këtë e kam fiksimin. Po nga pikpamja e punës, si është sot Shqipëria? Është shumë ndryshe, domethënë ne kemi rast që janë kthyer, edhe kemi kompani që kanë qenë jashtë dhe janë kthyer, domethënë. Keni u domethënë. Po, kam në ekip bile se kam sa është kthyer nga Austria, s'ka as 2 muaj që është kthyer. Vetë kur e kam intervistuar, e thash, i kam thënë që nuk është punë remote, kompania Ritec. Jo, do kthehem tha. Okej, më sa të vish. Domethënë se tha Sasha, kemi është Shqipëria i ofron të gjitha, nuk pjesa më e madhe e njerëzve që kanë emigruar për shkakje ekonomike, domethënë mendoj që tani ajo domethënë realisht tani ka kompanisë Ritec po dhe të tjera që ofrojnë nivelet e kompanive europiane dhe amerikane. Ne realisht por nga struktura jemi një kompani tipike Silicon Valley, domethënë orari është fleksibël, domethënë. Jo, po dhe nga ana edhe prandaj thash në fillim, domethënë që ajo që ishte mbërë mua përshtypje ishte edhe gjithë, po themi kodi etik i kompanisë ishte duke i qartë aty që ishte në nivel tjetër në kuptimin që kishte ato të drejtat, po themi, të punojësit ishin të gjitha organike me kompaninë. Po, është vërtet, domethënë është e thashë, nuk kanë njerëz pse ikin larg familjes, larg vendit të tyre kur kanë këto mundësi. Një gjë që ndodh, domethënë është ka një faktor racional dhe iracional, sepse mendoj që mundësira tani janë shumë për të punuar shumë mirë këtu, po. Duhet marrë parasysh që kthimet racionalisht duhet të ishin akoma më shumë, por nuk janë ndonjëherë sepse janë investuar gjatë edhe u duket është ky perceptimi ndonjëherë sikur u duket si dështim që kthyen dhe ne adresojmë shumë në diskutime. Unë kam pasur disa raste dhe adresoj shumë këtë anën iracionale, psikologjike që është ndonjëherë se ka pas dhe një presion nga familja shumë përpara, të gjithë e kemi pas. Sot që flasim. Unë kam takuar shumë njerëz që janë kthyer. Edhe është kështu emërusi për bashkë. Kur bisedoj me ta gjëra që më thonë të gjithë, që ata s'kanë lidhje me njëri tjetrin, por të gjithë është, po nuk kuptojmë një gjë. Pse kur kthehesh në Shqipëri, njerëzit rreth rrotull të thonë, po ç'tu desh që u ktheve, po si u ktheve, po si. Dhe ndërkohë, përpara kthimit, presioni është një, po ku do kthehesh, si do kthehesh, mos u kthesh, është një psikozë. Unë personalisht e kam pasur edhe vetë, edhe duke familjarëve dhe disa shoqërisë ngushtë, duke si fantazi në fillim që si do kthesh, do punosh, do krijosh një kompani me një partner të huaj, do punoni për Amerikën. E komunitarist. Edhe të duhet i riu shqiptar do të ketë shumë më tepër guxim, sepse nuk e ka dhe mbështetjen e shoqërisë së tij dhe të familjes ndonjëherë për të ecur përpara. Pra, kjo duhet guximi. Guximi duhet edhe të dalim nga një lloj pesimizmi ndonjëherë. Se të rinjt ndonjëherë janë shumë pesimist, duhet të dalim nga ky pesimizëm. Është një dualitet që jetojnë, edhe biznesmenët jetojnë një të suksesshëm, ka përmendur Jeff Bezos, ky dualiteti që duhet të fluturosh, po duhet të rish dhe në këmbë në tokë. Është ky paradoksi që është shumë i nevojshëm për të ecur përpara. Jo vetëm në biznes, po edhe në gjithë fushat e tjera. Jo, me biznesmenët është një gjë tjetër shumë interesante që unë jetoj për kohësh edhe madje ndonjëherë e bëj qëllimshëm se më pëlqen shumë kjo gjëja. Si po të shkon puna? Po pse unë i di? Po pse kam përshtypjen që jeni me jo, ne mirë më, po ekonomia në përgjithësi. Do me thënë, çdo njëri në vetvete është shumë interesant, është një psikosë në e cila po del pak nga pak, po akoma nuk ka dalë shoqëria jonë. Domethënë është një plus pastaj që kur vjen puna te kompanitë ose tek marrëdhëniet e punës si këto që keni krijuar ju ose siç kanë filluar të krijojnë në Shqipëri, bëhet shumë unë mendoj që bëhet shumë më i lehtë edhe aspekti i pozicionit gjeografik se ti kthehesh nga Austria, po ti aty e ke Vienën
për të shkuar edhe për të ikën barriera. Po, për të çmallur në një moment, ke dëshirë, shkon një weekend atje në Vjenë edhe ja ku je, sepse kur merr të gjitha dhe shkon atje, vërtet ka ca gjëra të mira që s'janë këtu, por ka ca tjera që këtu janë atje s'janë. Kështu që të jetuarit midis këtyre dy realiteteve që kam atë që s'dua, dua atë që s'kam, dhe kur kam atë që dua, është ajo që s'dua, problem shumë i madh. Për ta mbyllur, unë do t'ju bëj një pyetje shumë kështu, të drejtë për drejtë. Nëse ju do ishit në vendin tim, dhe është pyetje që do t'i përgjigjen të tre veç. Nëse ju do ishit në vendin tim, çfarë do bënit ju për ta shtyrë më tutje procesin e sinergjisë mes Shqipërisë dhe teknologjisë, edhe nëse ti erdhe i ri ndërtimtar, po jo dhe aq i fluturak se të doli, dhe krijove këtu një kompani shqiptaro-amerikane, ose dhe sot keni bërë një kompani që funksionon e gjitha si në Silicon Valley. Çfarë do bënit ju për të bërë për të krijuar këtu një ekosistem që po themi Shqipëria të kishte Silicon Valley në thonjza të Ballkanit, po themi. Tani nuk ka përgjigje të thjeshta, është investim patjetër afatgjat, por në dy rrafshe do e shikoj. E para është disi e përmenda është edukimi për pjesën e brendshme, shumë e rëndësishme. Për pjesën si thua, një incentivimi për të kthyer mbrapsht, promovimi i shembujve, shumë i rëndësishëm patjetër, sepse mbase ekziston shumë herë perceptimi që Shqipëria nuk kurse bëhet në një gjë. Dhe kemi vënë re që në 2021 ka qenë periudha që ne kemi humbur më shumë njerëz për jashtë, por nuk ka pas lidhje ambienti, ka qenë dinamika e tregut. Dhe vendi ku iknin më shumë shqiptarë në IT ishte Holanda, sepse Holanda kishte një kështu tax break për 5 vite të tatimit të armave personale për ata që vinin nga jashtë brenda. Ishte shumë efektive sepse ndiem në krye. Pra mund të ketë lëvizje duke parë çka kanë bërë aktorë që janë në Europë, po ose jo vetëm në Europë, mund të ketë disa të tilla. Pamja taksore ne këtu i kemi fare, ju e dini vetë se ju punoni në këtë sektor, ju i keni taksat, i keni simbolike në raport me çfarë paguajnë të tjerët, më të ndërta. Po ti Krishnik çfarë do bëje po ti shënon ti? Nuk është një përgjigje as pak e thjeshtë. Se janë shumë faktor. Bashkon deri diku me atë që tha Aleksandër normalisht edukimi është arma kryesore normalisht, forcimi i edukimit. Pra edhe kjo është goxha pjesë interesante. Shikoj, edukimi është patjetër i rëndësishëm, po duhet me pas parasysh që kur flasim për një magnet të tillë, këtu jemi pastaj ekstraterritorial në kuptimin që bëhet fjalë për kriju një atrakcion që vijnë edhe të tjerë, dhe unë shoh shumë potencial të Durana për shkakun, se shohim që ka shumë kërkesa. Por ndërkohë nga ana tjetër sigurisht që është shumë e rëndësishme që të kemi këtu shumë brum, sepse ata që vijnë pastaj thonë ku i duhet talentet këtu. Po ti si do ta bëje në vendin tim? Përveç atyre që është pranë Aleksandrit dhe Krishniku, ndoshta edhe nga ana biznesore të shihemi ata të cilët kanë krijuar këto biznese tashmë, të cilat kanë qenë barrierat e tyre dhe çka mund të bëjë shteti që t'ja uletsoj ose ti shtyj ende më shumë përpara që ti kalojnë ato barrierat e fillimit për të hapë kompani të tjera ose mbështetje që mund t'ju ofrohet për te vetëm përgatitjes së edukimit gjatë tërë viteve. Edhe ndoshta edhe plane të reja për të futur edhe në sistem të edukimit tashmë teknologjinë në një formë më të avancuar se ajo që mësohet deri më tani AI e tjerë. Një sugjerim që del nga biseda që do kisha edhe për Duranën është që të kishte edhe një lloj fokus gradual në kërkim zhvillim. Patjetër është koncepti i bashkëpunimit aty me universiteteve, po është një lloj promovimi i mëtejshëm i këtyre se duket sikur ndonjëherë nuk ka kërkim zhvillim në kompani, po ka
ka në disa kompanie ka patjetër, do të thosh minimalisht një grup 15 persona që vetëm me atë punë merret. Kështu që dhe kjo është e rëndësishme sepse ajo mund të krijojë një lidhje natyrale dhe me universitetet edhe në nxitjen më të të atyre indirekt. Unë besoj që duke nisë nga kjo që ta Verona, ajo që ne kemi nisur me startupet duhet të thellohet jo vetëm në aspektin e mbështetjes financiare, po duhet të thellohet në aspektin e hapësirës ndërveprimit. Dhe unë i kam thënë ministres sipërmarrjes, madje pata bërë një diskutim ku ishim këtu te kjo plug and play, që do ishte bukur që ne ta kishim një si po e them një fjalë të madhe më së trëmri, po është në thonjza një si parlament, një si kubënd të përfaqësuesve të teknologjisë. Sepse është shumë interesant që kur mblidhesh me këta njerëz edhe flet, ti e shef që ata kanë nevojë të flasin. Dhe ndërkohë është një tjetër mënyrë e të parë gjërave. Dhe nëse do ishte një hapësirë, një tryezë ku në mënyrë sistematike, një herë në 3 muaj, po themi, të mblidhej një përfaqësi e madhe. Tamam, edhe të vinin edhe secili të ishte i lirë, thoshte, fliste, kam këtë ide, ose kjo gjëra nuk shkon, ose na ka ndodhur kjo, ose në mënyrë që do më unë them që sa më shumë ne të arrijmë të fusim kompanitë dhe të fusim këtë fluks mileti brenda perimetrit të institucioneve, brenda perimetrit të shtetit, aq më shumë do jetë përfitimi reciprok. Edhe aq më e thjeshtë do jetë dhe për këtë pjesën e përballjes me problematikat e jetës përditshme në marrëdhënie me shtetin, që s'duhet me prit kur ndodh një herë rastësisht që bëhet një problem ose që ndodh një komunikim, po me pas diçka më të strukturuar eksaktësisht për të ndjek hap pas hapi, si thosh një lloj ballafaqimi i vazhdueshëm ku palët janë komplementar, nuk janë e njëjta palë, por nuk janë as kundërshtar, por janë komplementar edhe përpiqen të kuptojnë njëri tjetrin edhe të plotësojnë nevojat e njëri tjetrit. Mendoj të përpiqemi të bëjmë diçka të kësaj natyre. Unë ju falenderoj shumë. Ishte kënaqësi e veçantë t'ju kisha këtu, edhe ju falenderoj edhe Faleminderit për ftesën që mora në atë oazin tuaj, që ishte një befasi e madhe të futesh në për shkallë duke si ndërtim baleje dhe të gjendesh e pastaj papritur në Silicon Valley. Faleminderit. Në Selit. Edhe aty fare mirë, aty nëse do tek dritaret ku dukej Selita, nëse do gjende një mënyrë të vendosni palma edhe të vendosni një oqean në horizont, me siguri që do besoj plotësisht që ishte për një postim në kohë, tamam, me ato metodat e si quhet ajo, augmented reality. Ju falenderoj shumë. Faleminderit.